Përshëndetje, unë jam Mesut Shabani, jeni në podcastin Mesut Shabani. Këtyre ditëve po na befason çdo gjë që vjen nga Vlen dhe nga ata të cilët e përbëjnë Vlen, koalicioni. Por mbi gjitha, befasia më e madhe është ajo që vjen nga Bilal Kasami. Ky tipi vërtet 3 vite ishte frer. Në asnjë vit nuk e veshi qytetin e Tetovës për festën e vitit të ri. Dhe si vjet ka dalë në deklaratë se Tetova do të zbukurohet për festat e fundvitit. Pse lëshoi pe Bilal Kasami? A u qytetrua apo nga presioni VMRDP-s? Edhe ashtu zgjedhjet parlamentare janë shumë larg. Pra, Bilali e sosi punën, Tetova thonë e kalova lumin. E dini pastaj vazhdimin. Për vite me radhë qyteti i Tetovës që kur zgjodh 2021-shën nuk ishte zbukuruar për festat e fundvitit. Dhe tash në këtë fundvit autoritetet e komunës së Tetovës, pra të Bilal Kasamit, kanë vendosur që ta zbukurojnë qytetin. Dhe pse? Nuk u dhanë shumë detaje, por ishte si strikt. Por komentet filluan. Bilali a thua nuk ishte ai i cili falte drek e aksham të rriqeshte mjaft si fetar se feja nuk lejon festimin e vitit të ri. Festimin e vitit të ri nuk e festojnë as në Angli, Bilal. Nëse jo, ja një kujtesë. Gjitha ndeshjet e futbollit në Angli luhen me 31-shën dhe 1-shën. Të thënë 31-shën muj 12 dhe 1-shën e muj 1 të vitit të ardhshëm. E pse Bilali ishte aq frer, ne nuk e kuptuam. Se radhe si duket janë dy gjëra, ose VMRDP nuk e lejon të mos festohet, ose dikush duhet merr diçka nga gjithë kjo që do të organizohet. Pra, më në fund një ftyrë krejt tjetër që e pa. A do të shpron adhuruesit fetar të Bilal Kasamit është çështje tjetër. Lajmi i ditë i cili sot ishte dhe qarkullonte ishte se në Vlen nuk do ta përkrah, pra Vlen nuk do të përkrah protestën e së shtunës që vjen, pra me datës 13 dhjetor, mirë po garanton se ish ushtarët e UÇK-s nuk do të arrestohen mbi bazën e fletaresteve serbe. Dhe pa marrë parasysh se Vleni akuzon BDI-n apo Ali Ahmetin për keqpërdorim politik të protestës organizuar për mbështetjen e ish krerëve të UÇK-s që po gjikohen në Hag dhe thekson se nuk e mbështet këtë tubim. Unë kisha një propozim tjetër. Pse jo? Propozimet janë pa pare. Atëherë, le të organizon një ditë tjetër. Le të jetë para vitit të ri kur do vinë edhe shumë gërbetçar, të organizon Vleni. Nëse këta janë ata frajerët, të cilët nuk i tremen as pak Mickovskit, le të organizojnë një ditë tjetër, pra. Pse jo? Kur unë si Mesut Shabani kam organizuar një protest për një ish ushtar të UÇK-s nga Shqipëria, për Driton Gorxhen, tek hu Mesut Shabani. Ju pse mos organizoni? Jeni parti politike, keni Vlen. Dhe e cila po argëton tetovarët është Ministresha e Arsimit, Janevska, dhe Shkencës në Republikën e Maqedonisë së Veriut, doli me një deklaratë shumë interesante. Shumë interesante. Fajet janë të autorëve të librave për gabimet që kanë ndodhur në librin e gjeografisë klasës së 7. Nuk është i mashit. Ndalesh dhe mendohesh. Gjithë ata ministra të BDI-s që ishin në koltukun të ulur të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës, ose pas kanë qenë gabimisht, ose nuk kanë ditur dhe librin e fundit që kanë lexuar ka qenë Abetarja. Është vërtet interesante. Por, dhe lëm ministrat, autorët e teksteve, ku jam, si nuk dalin me zot thonë, nuk është e vërtet. Nga jo që unë kam lehur diku në një radiostacion, thosha, faja është edhe shtypshkronjave, për arsye se ato gati kanë materialin komplet të radhitjes, bëhet një gabim, jo se është bërë gabim, dhe pastaj duhet prap merren parat për të botuar ai libër.
materiali është gati, radhitja është gati. Por sot vetëm një faqe. Të kënaqur të gjithë. Edhe ujë këngim edhe delet në numër. Pra, gjithnjë e më tepër po vinë në shprehje butullakite të dy palëve. Kush paguan popullit dhe nxënësit të cilët ata që i morën librat me gabime mbetën me gabime, sepse vitin tjetër dolën në klasë më tepër. Dhe mbetemi në të. Po ashtu të varët i argëton Safe City, qyteti i sigurisë. Asgjë kërkush nuk ka kundër. Ama asgjë kërkush nuk ka kundër. Pse jo? Dilerat, motrapasgjit, kriminalet e shumë çka tjetër tashmë në fund do të zihen. Mirë po, vetë deklarata e dhënë nga organet e shtetit se do të ketë raste, atëherë filluan të qarkullojnë shumë gjëra. Cilët automjete, pra mbetet teknikë për qytetarët, cilët automjete do të përjashtohen nga gjobat, e cilat a do të ketë transparencë. Pra, mbetet Safe City enigmë për qytetarët. Disa automjete do të përjashtohen nga gjobat. Qytetarët e kanë të qartë se organet e rendit, policia, ndihmat e shpejta të spitaleve, zjarfiksit, inspektoratet të ndryshme, ngutja ndonjë mjeku për operacione urgjente, ushtria, qeveria, komuna, është përqeshur, komuna, pra tabelet të kuqe që u vënë për vetura zyrtare, si duket të e kishin përfundim. Safe City. Më lehtë të identifikohen shkelëse të fshihen shkruajnë qytetarë në rrjetet sociale. Por çka nëse mbetet e besueshme jo transparente për x shkaqe në thojza sigurie shtetërore, emrat e tabeleve të veturave të tjera që do të zihen ngushtë, e në to do të figurojnë familjarët, akrabat, dashnorët ose dashnorët e pushtetarëve, sepse ju vazhdon e vetë. Të mos dënohen dhe publikohen, pra, haraçin modern dhe kamerave Safe City do e paguajnë vetëm qytetarët e ndershëm dhe të rëndom. Normal edhe ato njerëz jemi gabim. Dhe nuk heshtin përshkrimet e tyre të qytetarëve në rrjetet sociale dhe ka thirrje që t'i drejtohen edhe gjykatës kushtetuese me peticion për kushtetshmërinë e ligjit të MPB-s. Od kogoje, mnogoje, od VMR, mallkoje. Si do mbushet tonë qytetarët buxheti? Si do mbushet ndryshe nga dënimet? Dhe për fund, nuk do e teproj, por do ndalem pak edhe me Izet Mexhitin. Njeriu çka nuk ishte? Vetëm Izet Mexhit nuk ishte. Ama çfarë nuk ishte? Dhe kur bën të vistikfa, kthehet nga e mbara. Tha, mbi kalimi apo ura në çajr duhet prishet. Sepse ka pak më lart një mbikalim ilegal ku qytetarët kalojnë. Ju nuk e di ajo kujtohet, por më kujtohet vitin 2009, kur zgjodh herën e parë Izet Mexhiti. Shumë mirë tha. Unë po e ndërtoj, u lavdërua. Tash doli se gabime pas ka pas, sepse njeriu edhe me Kur'an edhe me gjitha gjërat, ai i cili gabon dhe kërkon falje, i fale. Fale ke. Hajde të shohim se si do të rregullosh tash. Hajde të shohim se si do e prishish kur ajo rrugë është bërë me parata qytetarëve aso kohë kur ishte ti kryetar komune 2009. Po ti e ke po. Ju kujtohet zënka me Shilegovin që ishte hit aso kohë. Dhe pastaj disi e heshti Zaevi me 2014 me BDI. Pra, urojmë që të reflektojnë si Izet Mexhiti dhe shumë kryetarë tjerë të komunave. Unë jam Mesut Shabani, ishit në podcastin Mesut Shabani.